Ishin shumë në sinklet, Kelli, miku i ngushtë i Olsi Bylykut, rrëfen për takimin me Eglin, janë çfarë më tha. Këngëtari i njohur Kelli ishte në një lidhje direkte për të folur më shumë për ngjarjet e ndodhit në Big Brother sipas këndvështrimit të tij, por edhe takimin e Eglit me ish-partnerin e saj Olsi Bylykut brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Kelli u shpreh se në fillim ishin të dy shumë në siklet, por më pas biseda ishte e natyrshme, teksa u pyet si do duk takimi mes Olsit dhe Eglit dhe e ndihmon Eglin në garë apo e dëmton. Ti e njeh Olsin, prandaj po ta bëj pyetjen, u pyet ai teksa tha sinqerisht, Olsin e kam shumë shok dhe Eglin e kam njohur prej tij. Ishte një takim goxha miqësor që thoshte shumë gjëra, te pjesa e mirënjohjes. Pas çdo lidhje të mbash mend momentet e bukura dhe të marrësh më të mirën e asaj gjëje. Mendoj se ndikon, mund të ndikoj për mirë edhe për keq, po them më shumë ka ndikuar nga ana pozitive. Me thënë të drejtën nuk e prisja një takim mes tyre, ishte një nga momentet më të bukura. Ishin të dy në shumë siklet, Egli ishte më tepër, edhe Olsi ishte pak i kontraktuar. Në fillim se pastaj biseda mu duke natyrshme, teksa u pyet nëse në të vërtet ka qenë partnerja që e ka shtyrë Olsin për ta bërë këtë takim. Kelli tha, e deklaroi dhe vet aty, një nga mbështetësit ishte partnerja e tij e re. Një ditë më pas atij takimi edhe jam takuar me Olsin, ishte shumë i qetë, i lehtësuar. Folën pak, ai ndihej mirë, ndihej sikur ka nxjerrë diçka nga vetja për atë që mendonte. Sigurisht që atë që ka menduar e ka thënë, ishte një mesazh shumë i mirë për njerëzit që si duhet të menaxhojnë ndoshta një ndarje, një gjë që ka kaluar dhe mundohen të marrin me të mirën në asaj gjëje. Ai u pyet së fundmi nëse ka ndjekur Big Brotherin pas daljes së fundmit, teksa tha, jo shumë kohët e fundit pasi angazhimet bëjnë punën e tyre, ndaj kohën midis studios dhe shtëpisë. Megjithatë, normalisht që më vjen shumë video nga Big Brotheri dhe e ndjek. Sa për fituesin mendoj që është midis Gjesit dhe Rozanës, por do të them Rozana, e mbylli Kelli.